Ky është Stjefen Parubi, 35 vjeçar nga zona Pentarit në njësinë Dajq të Bashkisë Shkodër, është thyer nga emigrimi për të investuar në vendin e tij. Por Parubi po përballet me shumë problematika dhe më kryesore është mungesa mbështetjes nga shteti. Biznesi i tij me pemë dekorative ka nevojë për ujë që mungon, ndërsa infrastruktura është një tjetër problem. Unë jam Stjefen Parubi, ka 6 vite që jam kthyer prej Italisë për me zhvillu biznesin edhe punën e pemëve të luleve dekorative. Ka 6 vite që jam kthyer me plot zemër dhe me shpirt për vendin tim. Për vendin ku i ka prinë Tereza, Haxhi Shfishta, gjithë kastriot i vendit tim, por sot unë kam asnjë mbështetje prej shtetit shqiptar. Unë kërkoj me shpirt e me zemër mbështetje për shtetin shqiptar. Biznesi jem, pemë dekorative, ka nevojë për ujitje. Për ujë. Uji është baza kryesore për tokën e për bujqësinë. Si në kullim, ashtu edhe në vaditje. Ku këta dyja fatikisht nuk ekzistojnë asnjë anë as tjetra. Infrastrukturat e unë, me shku në për arë edhe në për toka, është zero. Nuk kam asë edhe një lloj pastrimit më të vogla, si të kanaleve vaditse, si të kanaleve kulluse, edhe si të rrugave kryesore. Unë kërkoj mbështetje për shtetit. Taksat janë shumë shtrenjtë. Sinqerisht, naftën e paguajmë më shtrenjtë se kërkosh ndoshta edhe në Europë. 35 vjeçari thotë se nuk ka marrë asnjë subvencion nga qeveria. I pyetur a është penduar që është rikthyer me slotëve, Parubi thekson se vendin e tij nuk do lër kurrë, ndërkohë bën thirrje për të luftuar komunizmin. Për sa i përket subvencione, keni marrë ndonjëherë nga qeveria? Jo, unë asnjëherë. Jam biznes familjar, më thonë një biznes familjar, do të më pas mi 30 dëlym tokë për me apliku për naftë. Unë aktualisht kam 21 dëlym tokë. E kupton? Edhe nuk e përfitojmë subvencionimin. Edhe nëse kena marrë toka me çero axhave, dajave, tezë, kur ne kanë lënë ata çka që dëmon që kanë ikë jashtë. Gjithë ata që kanë ikë jashtë, nuk kanë ikë për çefit më bëjmë dashur. Të gjithë kanë ikë për hall. Mos kujtoni se ata nuk janë të vujt. Unë kam provuar emigrimin vet. Kam qenë në Itali, kam qenë edhe në Amerikë. Unë e di se shumë njerëz më kanë paraqituar, më thonë, si mos ta Parubi i lënë, se shumë thrasin tan Stefan. Si mos ta Parubi i lënë Amerikën për marr në Shqipëri. Nëse unë kam lënë Amerikën, kam lënë tokën e bekuar për tokën e shenjtë. Toka e Shqipërisë është toka e shenjtë. Për vendin e Zgjesh Kastriutit, në ndërsa më kurrë nuk pranoj. Jam gati me mund tokë, edhe vendin tërë nuk do me lënë. Edhe nëse nesër nuk diçka të mënë si nuk e s'puna më ose diçka, unë prap të shërbej vendin tëmë edhe tokës tëme me shpirt dhe me zemër. Unë falenderoj Zotin edhe shoh domon, e shoh politikën, e shoh dhe Amerikën pak a shumë, shoh Trumpin si u bën thirrje, krejt evropianëve, krejt botës. Aman, të lutemi, ta luftojmë komunizmin. Babën tim, komunistët nuk e kanë lënë me kalu bendin, sepse është i përsekutuar. Si dhe me bëherë në dhe në vese para kur dërmë sot në komandon vetëm komunizmi. Shini më vendet evropiane më vëzë dhe motrat e mi dashtën. Demokracia bën me lexu gjithçka. Demokracia të bën edhe me punu me shpirt dhe me zemër. Unë s'bë të punoj me shpirt dhe me zemër më dashur se e kam nis punën 6 herë tash këtu. E lën 11, e nis në orën 3, lën 8 9 darkë. Punoj 6 motor në ditë. Stjefen Parubi ka 21 dynim tokë me pemë dekorative, por ndjet i braktisur nga qeveria shqiptare.